Përshëndetje për gjithë, jemi jashtëzakonisht të lumtur që jemi këtu me presidentin, me ministrin, me generalin dhe ministrin për një punë të jashtëzakonshme që ka bërë ushtria jonë, që është një vazhdimsi e një histori të lavdishme e popullit tonë, e trashëgimi e drejt për drejt e ushtrisë qeveritare të Kosovës. Jemi jashtëzakonisht krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend dhe kjo për shkak të punës të shkëlqyeshme dhe përkushtimit të tyre për sigurinë e vendit tonë dhe gjithashtu një përkushtim i ndërsjellë i shtetit të Kosovës që ka bërë në rekrutimin e mbi 2000 ushtarëve, por edhe investime mbi 400 milion euro vetëm në pajisje. Ne jemi të nderuar që jemi këtu dhe uroj e shpresoj që kjo punë e mirë të vazhdoj për një ushtri paqëdorshëse, por gjithashtu gjithë atyre që është një amanet i vazhdueshëm i atyre që ronë për vendin tonë. Prandaj gjithë këtu urime dita e forcës dhe urime festat e nëntorit. Faleminderit.